Sot e vëmë kur themelin e qendrës sonë të trajnimeve, investim që arrin 4 milion euro, vepra më e mirë për ta konfirmuar dedikimin e bankës ndaj stafit të saj. Kjo qendër do të përfaqësojë shtyllën e parë të skemës së trajnimeve tona për kuadrët e reja dhe stafin ekzistues të bankës. Për të rekapituluar, me që jemi bankier, gjithsej për këtë 15 vjetor, aksionarët tonë dhe bordi jonë menaxhues na kanë mbështetur me një buxhet 10 milion eurosh në investime për zhvillim afatgjatë të personelit dhe shërbime bankare. Dhe shpresojmë që ky investim do të jetë inspirim edhe për kompani tjera të marrin hapë të tilla. ProCredit Bank e Kosovës vite me radhë është ndër kontribuesit kryesorë të fitimeve të grupit ProCredit. ProCredit Bank sot bën një hap përpara duke vënë kur themelin e ndërtimit të qendrës rajonale të trajnimit për stafin e bankave të saj rajonale. Zgjedhja e Kosovës për ndërtimin e kësaj qendre tregon për kushtimin që kjo bank ka për Kosovën. Kjo qendër e trajnimit do të ofrojë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin profesional si të stafit të ProCreditit në Kosovë, ashtu dhe të stafit ProCreditit nga vende të tjera. Është një mesazh i fuqishëm për rëndësinë që banka ProCredit i jep arsimit, aftësimit, zhvillimit profesional të stafit vet, i cili mesazh natyrisht zgjerohet në fuqinë punëtore dhe në kapacitetet humane të qytetarëve të Kosovës në përgjithësi. That's 6.3% respectively. Përfitojmë nga ky rast që të shpresë në industrinë bankare në Kosovë. That would further the competition in Kosovo. Zhvillimin e konkurrencës të shëndosh financiare, This caused ku përmes nxjerrjes së legjislacionit përkatës do të mjaftueshëm with sufficient liquidity dhe mirë kapitalizuar. and well controlled in financial mediation. E po ashtu edhe në